Shumë njerëz e njohin Naim Frashërin, poetin e kombit. Shumë të tjerë njohin Sami Frashërin, mendimtarin dhe dietarin. Dhe sigurisht Abdyl Frashërin, një nga figurat më të mëdha të rilindjes kombëtare. Por pothuajse askush nuk flet për njeriun që i krijoi këta burra, babai i tyre. Në një fshat të vogël në jug të Shqipërisë jetonte një bej shqiptar, Halid Bej Frashëri. Ai kishte tokë, pasuri dhe respekt. Mund të jetonte një jetë të qetë si shumë bejler të kohës, por Halidi pa diçka që të tjerët nuk e pan. Ai e kuptoi se bota po ndryshonte, se kombet që nuk arsimohen zhduken, se një popull pa dije mbetet gjithmonë nën të tjerët. Dhe atëherë mori një vendim që pak njerëz do ta merrnin. Ai shiti pasurinë, la rehatin dhe dërgoi djemt në shkollë, në Janin, një nga qendrat më të mëdha të dijes në Ballkan në atë kohë. Imagjinoni këtë moment, një baba që shet tokën e tij, jo për luks, jo për pushtet, por për libra, sepse ai besonte diçka shumë të thjeshtë. Nëse duam të mbijetojmë si komb, duhet të mësojmë. Në Janin djemtë e tij nuk mësuan vetëm një gjuhë, ata mësuan shumë, greqisht, turqisht, arabisht, frëngjisht, persisht. U njohën me kulturën e lindjes dhe të perëndimit, dhe pikërisht aty filloi diçka që më vonë do të quhej rilindja kombëtare shqiptare. Nga sakrifica e një babai dolën poeti që zgjoi ndërgjegjjen e kombit, mendimtari që shkroi për Shqipërinë moderne dhe politikani që luftoi për të drejtat e shqiptarëve. Por ironia e historisë është kjo. Halid Bej Frashëri nuk jetoi sa për të parë plotësisht veprën e bijve të tij. Ai vdiq herët, por fara që mbolli ndryshoi historinë. Dhe nëse sot përmendim me krenari vëllezërit Frashëri, duhet të kujtojmë edhe njeriun që bëri të mundur gjithçka, babain që zgjodhi dijen mbi pasurinë.